ku jemi, është Gresa Gjosera është bashkuar sot me ne për të bërë edhe baby genderin që thash Gresa, mirë se erdhe. Unë jam shumë emocionuar për këto gjërat. Emocioni bukur është, Aziz Kutare. Faleminderit shumë. Në fakt, unë e kam marrë vesh me kohë, se ne jemi takuar. Po, atëherë ku nuk e dinte asnjëri. Kam mbajtur sekret për një kohë të gjatë, po themi, dhe ja ku jemi tani ta zbulojmë për të gjithë lajmin e bukur se Gresa është në pritje të ëmbël. Më pas kam Elira Koplikun, stomatologe, gjithashtu në pritje të ëmbël, urime shumë. Faleminderit. Shtoft sa më mbar, faleminderit. Mirëmëngjes Agida. Mirëmëngjes Katerina, një panel shumë i bukur me mama që presin të bërë mama dhe kemi dhe një në Skype që është bërë mami në 2025 si një lloj dhurate, kështu si kjo dhurata që kemi edhe sot e zbukuruar në studio, si dhurata më e bukur e 2025 dhe përjetimi emocional, por edhe fizik, pse jo, që kanë përjetuar gocat e bukura që kemi sot. E vërtet, Gentën e kam gjithashtu, nëse është gati Genta Hodo. Ja, ku është Genta? Pak pa gjumë Genta nga mbroma, me sa po flisja. Pak, unë jam bërë në 2024, mirë po isha dhjetor. Kështu që jemi thuaj se... Ndjes atëherë, nga ana ime po pash një foto aty 6 muaj dhe mendoja se kishte lindur në janar. Nuk ka problem, në fakt të gjitha gjërat më të rëndësishme ato gurët e rëndësishëm të rritjes dhe zhvillimit. Kemi kaluar në 2025, kështu që... Po praktikisht, pra ky ka qenë viti i parë si mami, viti i parë i plot si mami. Kur e ka ditëlindjen çuni, me qenë se është dhjetor? 2 dhjetor. Me 2 dhjetor dhe 100, dhe pas ka kaluar biri 1 vjetorin e ti të parë. Dhe ja, po na shoqërojnë disa fotografi. Genta, të falenderojmë shumë që gjete kohë, sepse bindur edhe për ty do ketë qenë pak e vështirë normalisht ky zgjimi herët, ti ke edhe impenjimet e tua, përveç se të qenit mami. Ka kaluar qetë mbrëmja, ke arritur në fazën që nuk të mundon shumë gjumi, apo? Jo, fatkeqësisht. Neve kemi pasur ndryshe, do me thënë, viti i parë ka qenë i shkëlqyer, sa i takon gjumit, kemi fjetur shumë mirë. Nuk shumë pak shqetësime, do me thënë, në përgjithësi i të bën orët e plota gjatë gjithë natës. Tani që kam mbushur 1 vjeç dhe kam mësuar gjëra të reja, po mëson të ecë, po mëson të e ke parasysh, po eksploron botën, mëson të qëndroj vetë në këmbë, të vendos kupat njëri me tjetrin. Çdo hap është shumë emocionuese dhe është plot me entuziazëm nga ana e time sa duket, sepse e përjeton me shumë emocion, me shumë entuziazëm, kështu që nuk fle gjumë. Dhe jemi pa gjumë prej disa muajsh, të thoja. Dhe ja, edhe pak durim, edhe e kam shumë mirë idenë se si është, sepse edhe i mbiri vogli kështu ka qenë, një fëmijë me gjumin që nuk kemi qenë rehat për një kohë gjatë, gati gjithë vitin e parë. Paka shumë është, ndonjëherë edhe akoma është. Diçka më ndryshe tani, nga gjetur janë manipulatorë të vegjël, gjenë metodat e tyre. Kur fle me mua, më kap një të kapur flokëve tak, edhe mbahet aty dhe fle gjumë. Sigur që mami nuk i ikën. Më ka aty, është 1000% i sigurt. Kur dëgjoni për këtë pjesën e gjumit, si ndjeni, vajza? Nuk po them që tani, që do bëjmë pastaj. Elira, sa muajshe jeti? Unë jam 6. 6 muajshe? Komplimente, ku si? Ku është? E kemi fshehur, po jo, kam humbur shumë kile nga të vjellat, pra ajo pjesa fizike që është realisht e vërtetë, pavarësisht që nuk na e tregojnë, para se të bëhemi mama, nuk na tregojnë njëri sa do vuani. Po që është edhe një gëzim jashtëzakonisht i madh, sepse është shumë ndjesi e çuditshme këto shkelmat e grushtat që unë kam filluar t'i ndjej dhe së shpejti, besoj do ndjesh ti edhe. Edhe ke filluar se do të pyes Gresën sa muajsh është, po e ka mbajtur gjatë sekretin Gresa. Jo, unë se mbajta dot. E ke treguar në rrjetet sociale më duket shpejt, që kur e morë lajmin apo? Në muajin e 3 direkt. Sa e morëm vesh, domethënë e morëm vesh neve të dytët, e morë parë një shoqja ime e cila përgatiti gender reveal-in dhe pastaj neve. Mendonim se do ishte gocë. Po, diçka të vogël, vetëm ne si çift, nuk është se bëm diçka të madhe. Ja besove shoqes së ngushtë. Po. Ja besova asaj që të gjente gjëra që duheshin. Një histori shumë e këndshme, një miku tim shumë të dashur. Ja tregoj motrës. Ja tregoj punatës. Tezja, domethënë e dinte, tezja e bebit dhe për të bërë këtë baby gender.
Dhe bukra është që ai me njëherë sa po i tha bashkëshortja që ja kam treguar vetëm motrës, qa ke bërë, nuk ka për të ruajtur kur, dhe çfarë bëri, të dyve, çiftit, i shkruajti mesazh në WhatsApp urime me zemër blu. Dhe u kuptua që kishte nevojë të bëhej më baby gender, dhe ata nuk e bën më baby gender. Nuk besohet kujdo, do shumë kujdes kjo pjesë. Jo, funksionoi, e mori vesh normalisht edhe fotografi se përgatiti skenën, po përveç asaj vajti me sukses. Ky është bebi i parë juaj. Po, është bebi i parë. Dhe ja ku kemi dhe fotografit, pjesë e postimeve, po themi dhe ndarjes së lajmit me gjithë pjesën tjetër. Iglin e përshëndesim, se kemi patur edhe në program. Kur morët lajmin? Ishe një gëzim shumë i madh, se neve kemi 10 vjetë bashkë, nuk është se kemi pak kohë, kishim një 2 vjetë që ishim të hapur në mundësisë të një fëmije, por nuk po vinte. Dhe në fillim të këtij viti mora vesh që problemi ishte shëndetësor nga ana ime, për shkak të një kisti shumë të madh në vezore. Dhe në maj kam bërë një ndërhyrje në Itali, të cilën arrita të menaxhoj situatën, dhe na thanë që kishim 6 muaj kohë me një probabilitet shumë të ulët për të pasur një fëmijë. Pra kur ngela 7 zanë në korrik, ishim realisht në një miks emociones midis ankthit, gëzimit, dhimbjeve post operacioni e të gjitha me radhë. Si ja tregove Igli? Igli ka qenë pjesë e çdo hapi, me thënë të drejtën, sepse që në ditët e parë që më fillon të përzira, thash, viroz apo shtatzani. Edhe kemi qenë gjatë gjithë kohës, po që jo, ai ishte i përgatitur, nuk është se i erdhi bombë, por që ishte dhe presim një djalë, po shoh nga pamjet. Po, është një çun. Ne ishim të bindur që ishte gocë, të bindur totalisht nga të vjellat e mia. Se kishim dëgjuar. Këtë mendova për një moment. Unë isha e bindur, të gjithë ishim bindur, dhe kur kemi hapse dhe kemi parë borqelli, jemi habit shumë, por nuk besoj se është gëzuar njëri më shumë se i me vjerë. Ajo do të çunë. Ajo tha, unë e kisha vendosur, ju bëni që doni, unë e dija. Ndjente. Pra, jemi shumë të lumtur. Patjetër është bekim që prisni një fëmijë, edhe nuk ka fare rëndësi realisht gjinia. Është një diskutim ky që është pak i çuditshëm që ndodh mes njerëzve, po akoma vazhdon, domethënë ndjen këtë që do kesh një vajzë, po sigurt kishe edhe një djalë. Është e pa diskutueshme që është gëzim në të dy variantet. Hajde Gresa. Do ta zbuloj për publikun se çfarë pret Gresa dhe pastaj pyesim gjatë gjër si ka qenë kjo pjesë. Ja. Unë po qëndroj këtu Ana, nga puzzle event që na ka ndihmuar për ta bërë këtë zbulim, pra. Shumë bukur, i lumshin duart. Çfarë pret Gresa? Gjinia e bebit është? Jemi afërsisht një saj. 2 javë lëvizim. Gjysma e rrugëtimit. Po, gjysma ka kaluar. Edhe do doja të dija pjesën pra përpara, kur vendosje të bëje një bebush, si e menduat si çift. Them të drejtën, ishte pak sfidë, sepse unë e kisha vendosur në mendjen time që nuk do bëja, më do mbaja vetëm ersën. Sa më shumë kalonte koha, sa më shumë erë sa arritej, unë kuptoja që po bëja po të njëjtin gabim që kishte bërë mamaja ime. Sepse unë kam motrën e vllajën tim, të cilët janë binjak dhe janë bërë mbas 10 vitesh. Ndoshta ka njerë fatin nënës ngjan me fatin e vajzës, po unë jam me fat që ngjava fatit mamit tim, sepse ersa është e rritur, është krapër mua, ashtu siç isha unë krapër mamin tim. Të them të drejtën, ja, ti e the që ky diskutimi nuk duhet të ekzistojë, po unë dhe Ergys, si bashkëshorti im, jemi, më duket sikur jemi prindër të bërë gati vetëm për goca. Dhe kur mora vesh djalë, o zot më val, tash o zot, a do ja arri dot? A do jem një mami çuni unë? Sigurisht. Se më duket vetëm vetja mami goce. Po, se ke eksperiencë. Nga që mësuar, mbase më ke 10 besoj vjet edhe mirë. për këto gojdhënat që janë për pjesën e sikleteve që janë të fillimit, unë të dy shtatzanit falenderoj Zotit nga një anë që i kam pasur një soj.
edhe vajzën se kam pasur do më thënë, as diskutohet është një njësi, që unë e kam pasur pak e sikletshme, me djalin pak më tepër, pak më e theksuar, se ndoshta u bashkua edhe me virozat, ishte ajo kohë e virozave që ishte me të vjella, edhe me shumë nga këto simptomat, dhe unë nuk e ndaja do tani e kam nga shtatzania, apo e kam nga viroza. Ka pasur shumë gjasa që e kam pasur nga viroza. Edhe nuk është kjo gojdëna që thotë jo çuni jo Po, gocë. që të parashikosh. Që të parashikosh se jo. Unë kam pasur një shtatzani shumë të barë, vazhdoj ta kemi shtatzani shumë të barë dhe merës E në ta kërë deri në fund. harroj akoma, mbrëm biles, atë po të regoja isha në një përnëtim shumë të madh, dhe fillova t'i dhesha edhe pasaj harrova thash, one moment, koncentracione, se filloj çuni që po fillon të po kërcente me mua, e thash, qetso. Nuk duhet kërcem. Nuk duhet kërcem. Nuk është momenti, po realisht i ke qenë shumë e impenjuar gjatë kësaj periudhe. Do të thënë ti nuk e ke ndaluar fare punën as për te festivaleve dhe në evente të ndryshme. Jo, edhe event, po. Jam shumë e lumtur për të gjë. Nuk jam e lumtur për kilet që marr gjithmonë shtatzani. Është normale. Jo, nuk është normale. Jo, jam unë që jam normale. Je shumë rregull. Do doja shumë që unë kisha to sikletët shumë. Janë dy faqe të një medalje. Kilet ose Dyja normale. Shketi do t'i heqim ja. Do t'i po, më kanë dhënë fjalën. Palestre, gjitha do t'i tregoj. Ato do kem një motivim të mirë. Do të ndihmoj se realisht ja për një vit i hoqa. Domethënë realisht to kilogramët janë shumë. E di se si është ndjesia, edhe on ato 2 muajt e fundit që shtova më shumë. Ato, pikërisht tani për 2 javë nuk e di më duke. Jam fryrë, po, jam fryrë. Nga pak, po sa lezet ka, ama. Ka lezet, në shoh është gruan kështu të bukur, të rumbulla kosur pak me atë barkun që po sjell në jetë një fëmijë. Domethënë ka magji më të madhe, më të bukur. Ke folur tamam si bashkëshorti im që gjatë gjithë kohës më thotë o zot sa qef. Unë i kisha humbur kilet e erse, se unë pak me vones, po i kisha humbur dhe isha shumë mirë, ndjesha shumë mirë. Edhe ua sa qef më thotë mua, nuk e ke ide, nuk kisha marrë madhe të shikoja kështu sa bukur jem thotë mua. Edhe kjo më bën ndjem pak më mirë, dhe them u kers, nuk e vras më mendim se i kam marrë kilet. Komplimente nga ai më i rëndësishëm i marr, kështu që dhe sa mirë e bën se kjo është një formë edhe mbështetje, po jam e bindur që realisht në sytë e tyre gruaja që po sjell në jetë fëmijën e tyre, pra njeriu më i shtrenjtë në botë, dhe që do të pasoj, do të trashëgoj me njeriu më të shtrenjtë akoma në botë. Akoma të më tepër ndoshta. Shpirti shpirtit kot nuk e thon. Duhet jetë një moment shumë ata e kanë emocionin shumë të fortë. Në momentin që po tregonte emocionet, mund mendoja se ndoshta kur bëhesh nën për herë të dytë emocionet veniten. Po tregonte emocionet mua mishi kokra. Edhe po njëjti emocion është edhe biles kur e mora vesh për veten time që se besoja, se mendoja që koha bën veten edhe do doja atë kohën për të mbetur shtatzane që atëherë dhe mua më erdhi tak pak. Edhe kur e mora vesh ishte edhe një shok që s'isha përgatitur, domethënë, okay, unë, po, me vërtet, do pak më vonë. Jo, domethënë, mendoja që do hiqja pak, a kupton? Dhe ajo që ka qarë më shumë ka qenë Ersa. Goca. Është kënaqur pafund dhe nuk e dija që ajo po e vuante kaq shumë dhe se nuk e jepte veten. Më saktë ishte krau im edhe kur e pyesni njerëzit do një motor, jo jam në rregull kështu siç jam. Po kur ishte në shtëpi e kërkonte. Edhe thoshte shipa ka motor se ka vlla. Dhe në momentin që e mori vesh, ka qarë dhe pastaj u qava dhe unë bashkë me atë. Sigurisht. Po kur mori vesh që ishte vlla? Tu patëm bëm një përgatitje, të them të drejtën, se donte motor. Edhe unë të drejtën motor doja për të, se nuk ka si motra në jetë. Edhe unë e përshëndes motor, edhe vllaja, diskutoj të dua shumë. Por si motra e them për krah, për gjërat e tjera. Edhe e vetë një gjë që i tham, Ersa është një virgjëresh, si që kemi folur, me një karakter shumë fort, edhe vetë një gjë që unë i tha shikoj, edhe po që e vlla, ti nuk duhet të mërzitesh, sepse i bie ti është vetë një agos në shtëpi, e kupton, do jesh prytesha shtëpisë. Edhe po, edhe këtë gjë, me bindje që të binte veten, ja kishte thënë edhe mami tim. Që po binte veten, që por tani se ne
Unë po zbuloj edhe një gjë tjetër, i kanë gjitur dhe emrin Demeli. Në Tiranë se Demeli është Dembel. Dembeli! Edhe i thot Demeli motrës. Që ka Dembel, do e ka parashikuar që do jetë gjumash. Po të them të drejtën, nuk po duket ai shumë Dembel. Lëviz shumë ndërkohë ai vet aty. E mirë, ta tregoj unë Dembelin kur të vi. Apo se janë të dytët Çamarok edhe të llastuar se ne ja plotsojmë gjithmonë atyre. Duke qenë se jam më të vjetër. Dhe mos kur vin pas disa vitesh. Mua po, Ka një diferencë. mua më edhe ka dhënë fjalën edhe Ersa goca gjithë. ime, edhe vllai im, bashkëpunëse vllajt, që nëse është kështu të ta mbajnë ato, se unë nuk do ta mbaj. Kujdesuni ju më shumë se unë. Dhe kështu janë, të dytët janë pak Çamarok. Por ama, mua ma kishin thënë këtë gjë kur isha shtatzën. Madje edhe këtu në staf që sa do e duash fëmijën e dytë, se unë gjithmonë për Deon, unë qaja në fakt për Deon, nuk e kam treguar ndonjëherë, që si po bëhesha me një fëmijë të dytë, Dhe po trahtoje të parin. Po. Do më mbetet çuni pas dore, unë të lë Deon pas dore kur, Ja, ashtu them dhe dhe unë. qaja. Kisha një ndjenjë faj. Po faktikisht, fëmija e dyta merr mendjen. Dhe të parit, kur është dhe ca kështu i rritur si që kemi ne, se Deo im është 7 vjeç, është i zoti për të bërë ca veprime. Ta merr se është i vogli, dhe i treti të jetë, edhe i katërti. Urdhro gjatën, vazhdo, ushqeu vetë. Domethënë e lë në pavarësi totale. Do qaj unë tani, do qaj. Ersa nuk është e vërtet, mami. Kemi një dhomë, një kuzhinë. O, zoti. Dhe bëj si të bësh. Por janë dashuri, janë dashuri. Do të bëj vetëm një shkëputje të vogël publicitare. Kur të kthehemi do të vazhdojmë bisedën sigurisht. Do doja edhe një herë tjetër të falenderoj Puzzle Event që na ndihmoi sot për të bërë baby gender reveal këtu në studion tonë, sigurisht sepse Gresa e dinte, familja e saj e ka bërë privatisht këtë zbulim, por donim që publikisht ta mësonin të gjithë që do të jetë një djalë. Do të shkojmë një herë në publicitet, kur të kthehemi vazhdojmë flasim për bebat, për më të bukurit, më të mirët në botë.